Gjitha falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut subhanahu wa taala, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa selamet dhe salavatet e dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme, shokëve të tij besnikë dhe gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e tij deri ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut azza wa jall, sot do të flasim rreth rëndësisë së mësimit të akides apo tauhidit, njësojshmërisë së Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër dashur, duhet ta dimë se akidja është baza mbi të cilën ndërtohet feja. Dhe nëse ajo është e saktë, çdo vepër e cila bëhet mbi të do të jetë e saktë dhe e pranuar. Kurse nëse ajo është e kotë, nuk është e saktë, atëherë çdo vepër e cila ndërtohet mbi të nuk e ka themelin e fortë. Për shkak se akidja për besimtarin është sikur se themeli I shtëpisë për robin, për shkak se nëse themeli është mirë, mund të ndërtosh çfarë duash mbi shtëpinë, mbi atë themel. Mirë, por nëse themeli është I dobët, kot ti ndërton gjëra për shkak se ato do të prishen shumë shpejt. E para pikë është se Allah subhanahu wa taala na tregon në Kur'an se krijimi jonë është me një qëllim të caktuar. Dhe Allah azza wa jall tha: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tha, nuk I krijova gjindët dhe njerëzit për diçka tjetër veç se të më adhurojnë. Të adhurojnë Allahun azza wa jall. Mirë, por tek fjala liya'budun e kanë bërë shpjegim dhe kanë thënë është yuwahidun, që ta njësojnë Allahun azza wa jall me adhurim. Për shkak se adhurimi I parë në cilin Allah azza wa jall neve na I ka bërë është njësimi Allahut azza wa jall me adhurimin ndaj Tij. Ta dim se vetëm një Allah është dhe vetëm ai është meritor që ne ta adhurojmë atë. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah e pasmëshiru, thot: "Dijeni se tauhidi është veçimi I Zotit, veçimi I Allahut azza wa jall me adhurim." E dyta me radhë është se akidja, vëllezër dashur, apo tauhidi është kusht për pranimin e veprave. Allah azza wa jall thot në Kur'an: "Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Thot, e sikur ata kur të bëjnë shirk, kur t'i bëjnë Allahut azza wa jall në adhurim shirk, kur ta bëjnë dikat njëjtë me Allahun azza wa jall, apo ta adhurojnë dikat tjetër posa Allahut, atëherë Allah do t'ia ushkatrojë veprat të cilat I kanë bërë ata. Prandaj vëllezër dashur, mësimi apo rëndësia e akides është e madhe, për shkak se nëse robi tan jetën e vet e çon në adhurim ndaj Allahut azza wa jall dhe në një moment vetëm e bën shirk, atëherë do t'i shkatërrohet e gjithë puna e mirë e cila I ka bërë. Prandaj besimtari I jep rëndësi të madhe mësimit të akides, për shkak se kjo është ajo karta me cilën dilet para Allahut azza wa jall fitimtar. E treta me radhë është se me këtë tauhid, me këtë akide, në cilin po shpjegojnë dhe po thrasim, gjithë pejgamberët kanë thirrur në këtë. Andaj misioni I pejgamberëve nuk ishte që t'i thirrnin njerëzit se si të fitonin pasuri prej dunjas, se si ta ndërtonin dunjan, se si të fitonin diçka ekstra prej kësaj dunjaje. Mirë, po thirrja dhe qëllimi I tyre cili ishte? Që ta adhuron njerëzit Allahun dhe t'i largohen çdo adhurimi tjetër të kotë. Andaj Allah në Kur'an thot: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Thot, në çdo popull ne kena dërguar pejgamber. Dhe thirrja atyre pejgamber, mesazhi atyre pejgamberëve ishte: adhuroni Allahun azza wa jall dhe mohoni dhe largojeni çdo taguti. Tagut do të thot çdo kush I cili adhurohet posa Allahut azza wa jall dhe ai është I kënaqur. E vëllezër dashur, përderisa kjo thirrje gjithë pejgamberëve, duke filluar prej Ademit alayhis salam, pastaj Nuhit alayhis salam, Ibrahimit, Isës alayhis salam deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi, kjo ishte thirrja më e madhe cilën ato e kishin. Kjo ishte mesazhi kryesor I tyre, që adhuroni Allahun dhe largojeni çdo zoti tjetër posa Allahut azza wa jall. Për shkak se kjo është thirrje për të hyrë në xhenet. Kurse çfarë bën shejtani? Ai e bën thirrjen e kundërt. Për shkak se ai e di veten e tij se është I devijuar. Ai e di veten e tij se do të hyjë në xhehenem. Dhe ai dëshiron që të ketë sa më shumë pasues, që të ketë të mos hyjë vetë në xhehenem. E vëllezër dashur, ne duhet I përgjigjemi thirrjes pejgamberëve dhe as se si të përgjigjemi thirrjes së shejtanit, Allahu na ruaj. Andaj vëllezër dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 23 vite të pejgamberisë thirrën në këtë njësim të Allahut azza wa jall.
Andaj kur erdhi tek Hatixha radiallahu anha dhe i tregoi se i ka zbritur shpallja kështu me radhë dhe e dërgoi ajo tek migja i vet, ai çfarë i tha? Tha, sikur ti tha na ditë kur kanë me përzon populli jot, kanë me çit prej Mekës, kanë me dëbu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, a kanë me ndërbu, tha prej Mekës kanë me mçit? Tha po, tha, për shkak se çdo kush i cili ka ardhur me këtë thirrje, çka ka ardhi, është dëbu, është përzon. Andaj thirrja pejgamberëve nuk është thirrje e lehtë. Është thirrje për njësimin e Allahut azza wa xal. Dhe kjo ja thën kurrizin shejtanit. Andaj kush e mëson dhe e njeh Allahun azza wa xal mirë, apo e njeh rëndësinë e tauhidit, njësojshmërisë së Allahut, ai ka fituar në dunjë dhe në ahiret. Allahu na bëf prej tyre. E katërta është se akidja, vëllezër dashur, e shëndosh të shpëton ty në ahiret. Ashtu siç transmetohet në hadith dhe thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Thotë kush vdes dhe e din se nuk ka meritor apo nuk ka të adhuruar me merit posa Allahut azza wa xal, ai do të hyjë në xhenet. Andaj vëllezër dashur, shpesh ndoshta dëgjojmë fatkeqësisht që thotë thuaj la ilaha illa Allah dhe kemë pështu. Ja, nuk është ashtu. Se vetëm sa për një fjalë goje do ta thonin krejt mushrikët e Mekës. Mirë po, kjo fjalë don kushte, kjo fjalë don punë, kjo fjalë don besim, don shqiptim me goje dhe punë me vepra. Për shkak se është fjalë e madhe, nuk është vetëm fjalë goje. E për çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha wa huwa ya'lam, dhe e din se çka thot. E din se kjo fjalë është e madhe. E pastaj rezultati i kësajna është se hynë xhenetin e Allah subhanahu wa taala. Dhe vëllezër dashur, ajo me cilën njerëzit do të ndërmjetësojnë më shumë tek Allahu azza wa xal, apo do të arrijnë ndërmjetësimin dhe do të jenë meritor për të, është ata të cilët e kanë tauhidin më të pastër dhe më të fortë, dhe e kanë adhurimin e Allahut azza wa xal më të mirë. Për shkak se Ibn Qayyim rahimahullah thot në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilën e transmeton Abu Huraira, Es'adu an-nasu bi shafa'ati man qala la ilaha illa Allah khalisan min nafsi. Thot se njerëzit më të gëzuar me apo edhe më meritor për shefatin, për ndërmjetësimin e pejgamberit alayhi salam, janë ata të cilët kanë thënë la ilaha illa Allah khalisan min nafsi, sinqerisht prej zemrave të tyre. Për shkak se çdo send e ka burimin në zemër, siç kemi përmendur derisa të kaluara. Nuk mundet njeri të bën diçka të madhe me veprat e tij, përderisa nuk e stimulon ata zemra. Andaj, kushdo i cili e njeh Allahun azza wa xal dhe e madhron zemrën e tij, e madhron me gjuhën e tij, e madhron me gjymtyrët e tij, atëherë ai e ka plotsuar inshallah fjalën la ilaha illa Allah. Dhe vëllezër dashur, duhet dim se në ditën e gjykimit, ajo është ditë e rëndë, ditë ku do të ikin njerëzit prej njëri tjetrit. E atë ditë kush del para Allahut azza wa xal me këtë kartë, me këtë tauhid, me njësimin e Allahut azza wa xal sakt, atëherë ai është i shpëtuar më i madh. Për shkak se atë ditë ajo do t'i bën dobi të mëdha. Atë ditë ajo do ta shpëton prej zjarrit të xhenemit. Atë ditë ajo do të bëhet sebeb që të ndërmjetëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo me cilën ne synojmë vëllezër. E pesta me radhë është ashtu siç na transmetohet nga hadithi i Muadh ibn Jabelit radiallahu anhu, dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë ja Muadh, atadri ma haqullahu ala ibadi? Thot o Muadh, a di cili është haku apo e drejta e Allahut mbi robërit e tij? Atëherë Muadh i tha Allahu dhe pejgamberi i tij e din më së miri. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha en ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, tha që të adhurojnë Allahun azza wa xal dhe të mos t'i bëjnë shok atij në adhurim. Andaj, më e madhe e drejtë cilën Allah azza wa xal e kërkon prej neve është që ne të adhurojmë vetëm Allahun dhe mos t'i bëjmë shok atij në adhurim. Për shkak se bërja shok në adhurim, Allahu na rujt, i bën se ne ju kemi përgjigjur thirrjes së shejtanit dhe nuk ju kemi përgjigjur thirrjeve të pejgamberëve alayhimus salam. Vëllezër dashur, nga ky hadith kuptojmë se hadithi i cili e treguam është thelbi i akidës, i cili na mëson me dy fjalë shkurta: ta adhurojmë Allahun dhe të mos t'i bëjmë shok atij. E gjashta me radhë është se çfarë është rreziku për ata i cili e nënvlerëson apo nuk e mëson
njësojshmëri në akiden ndaj Allahut subhanahu wa taala, këtë besim të madh. Allah azza wa jalla në Kur'an thot: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Thot Allahu nuk e fal që atij t'i bëhet ortakri, që atij t'i bëhet shok në adhurim. Kjo ajet është madhështor dhe është ndër ajetet e përrejra të cila na tregon se kushdo i cili i ka bërë shirk Allahut azza wa jall, është bërë mushrik, apo mushrik cilët kanë adhuru diçka tjetër pas Allahut, apo i kanë bashku Allahut në ndonjë zot tjetër, atëherë këta do të jenë njerëzit më të shkatëruar, do të jenë njerëzit cilë nuk do t'i falë Allahut ditën e gjykimit, nëse kanë vdekur në këtë gjendje. Mirë pa ata cilët i kanë bërë Allahut shirk dhe janë pendu, Allahu ja pranon pendimin dhe ja fal gjitha mëkatet cilat i kanë bërë. I vetmi ashtu siç thot Allahu azza wa jalla në Kur'an thot, vërtet kush i bën shirk Allahut, Allahu ja ka ndaluar atij xhenetin dhe vend banimi i tij është zjarri, dhe për zullumçarët nuk ka ndihmues. Vëllezër dashur, nga kjo ajet kuptojmë se ata të cilët kanë vdekur në shirk nuk do t'i falë Allahu subhanahu wa taala. E kushdo i cili ka bërë çfarë do të gjunohu tjetër përveç shirkut, qoftë zina, qoftë mos respektim të prindërve, qoftë se ka pi alkool e kështu me radhë, nëse don Allahu ditën e gjykimit do t'ia falë këtij personi, e nëse don Allahu do ta gjykojë me drejtsinë e tij apo do ta dënon. Andaj vëllezër dashur, ruajuni prej shirkut dhe çdo gjë e cila ju afron tek shirku, për shkak se kush ruhet prej saj dhe e ruan tauhidin, njësimin e Allahut azza wa jall, ka shpëtuar në dunja dhe në ahiret. Dhe e shtata me radhë dhe e fundit është se njësimi i Allahut subhanahu wa taala është një ndër shkaqet më të mëdha për zgjerimin e gjoksit besimtarit. Që besimtari ta ndjen atë qetësi në zemrën e tij, në gjoksin e tij, ta ketë madhështinë e Allahut azza wa jall. Ashtu siç thot Allahu në Kur'an: "Afaman sharaha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih." Thot, a është ai që Allah azza wa jall ja ka zgjeruar gjoksin për Islam dhe është në dritën nga Zoti i tij. Për shkak se kushdo të cilin Allah azza wa jall ja ka mundsuar që ta njeh atë Allahun dhe ta adhuron atë ashtu siç Allahu ka kërkuar, atëherë zemra dhe gjoksi i tij janë të hapur. Allahu azza wa jall i ka bërë gjana, nuk i kanë ngushtuar ato gjoksa të cilët e njohin dhe adhurojnë Allahun azza wa jall. Andaj ti e sheh tek ata mushrikët, tek ata të cilët i kanë bërë shirk Allahut azza wa jall, se Allahu ja ka ngushtuar gjoksat e tyre. Ata kanë problem me zemrat e tyre, për shkak të këtij zullumi të madh që e kanë bërë. Inna shirka la zulmun adhim, për shkak se shirku është zullumi më i madh që e bën njerëzit në tokë. Prandaj Allah azza wa jall po ashtu në një ajet tjetër na tregon dhe thot: ato që Allahu dëshiron ta udhëzoj, ja zgjeron gjoksin e tij për Islam. Ndërsa ata që dëshiron ta humb, ja bën gjoksin e tij të ngushtë dhe ja rëndon ata sikurse më ungjit në qiell. Andaj vëllezër dashur, udhëzimi dhe tauhidi janë dëshkaqet më të mëdha për zgjerimin e gjoksit. Ndërsa shirku dhe devijimi janë dëshkaqet më të mëdha që të robit t'i ngushtohet gjyksi apo zemra e tij. Dhe se tauhidi apo njësojshmëria Allahut azza wa jall ja hap robit dyert e mirësisë, gëzimit dhe kënaqësisë në dunjë. Dhe do ta bën prej njerëzve më të gëzuar në ditën e gjykimit. Për shkak se ata do të jenë meritor siç e përmendëm për shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Kaimi rahimullah dhe thot se nevoja e robit për tauhidin, njësojshmërinë e Allahut azza wa jall, thot është më e madhe se sa nevoja që njeriu të hanë dhe të pinë në këtë dunja, apo nevoja e ajrit. Për shkak se nëse njeriu nuk ka për me hongër me pi, vdes, nuk është problem. Dhe ndoshta del para Allahut azza wa jall me njësojshmëri. Mirë, por nëse nuk ka me hongër me pi, nëse nuk e ka tauhidin, atëherë kot sa ai hanë dhe pinë për shkak se ju përgjason kohë. Po ashtu Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah thot, gjëja më e madhe që Allah azza wa jall ka urdhëruar, apo urdhri më i madh është njësimi i Allahut. Dhe gjëja më e madhe cilën Allah azza wa jall ka ndaluar është shirku. Dhe vëllezër dashur, mesazhi i kësaj këshilla apo këtij dersi është se adhurojeni Allahun azza wa jall dhe mos i bëni shirk. Lutni Allahun azza wa jall që Allah t'ia merr shpirtin në njësojshmërinë e tij. Lutni Allahun azza wa jall që Allah t'na mëson me vdek në
pastërtia në tauhidit dhe Allahu të na ruan nga shirku dhe çdo gjë e cila na afron tek ai. Lutim Allahun azza wa jall që të na bën Allahu prej pasuesve të tauhidit, lutim Allahun azza wa jall që të na bën prej atyre të cilët i largojnë shirku dhe çdo gjë e cila ta afron tek ai. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwa ghafurur rahim.